Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes drejt për së drejti nga Reze Dielli. Në programin e sotëm do të ndalemi tek një problematikë e cila shpeshherë mund të duket si problematikë estetike për fryrjen e zorëve, paratin, atë ndjesinë e bezdisshme që hasim ndonjëherë dhe që nuk e kuptojmë nëse ajo është diçka e momentit apo është një sinjal alarmi për mos funksionimin mirë të zorëve apo ku na vjen ky problem. Do të ndalemi me Altin Jokën, sot do të marrim këshilla të vlefshme se si të mund të kalojmë këtë problematik, pse fryen zorët, cilat janë shkaqet dhe çfarë kërkon të tregojë trupi. Në pjesën tjetër të bisedës do të ndalemi me një poete, do të kemi një moment relaksi, do të lexojmë poezi shumë të bukura, poezi shpirti. I them heshtjes gëzuar, thot Avjola Bani, ndaj do të zbulojmë këtë poete të re, ajo ka shkruar disa libra me poezi, ndaj do të donte që t'i ndahte së bashku me ne krijimtarinë e saj në këtë fushë, për ta njohur dhe më tepër në pasionet e tjera të saj. Tani do të shkoj direkt te Albana se po më pret për të nisur menjëherë me recetat e ditës së sotme. Mishte të gjeta. Po më prisje. Kemi shumë punë sot. Po qa shumë punë. E mori lumi punën e madhe. Po kjo është kënaqësi. Të gatuash, çdo gatuash në shtëpi dhe privilegji më i madh është të japësh atë këshillat. Absolutisht. Dhe privilegji më i madh është të kem këtë në rajdën këtu. I bëhet qefi. Po jo, pse mos më bëhet qefi? E lëm sepse shkojmë tek ëmbëlsira, prandaj dash të fjalë të ëmbla. Çdo njeri ka nevojë që ditën ta nisi me dashuri. Me energji, me dashuri, me buzëqeshje, të jetë falendëruese, mirënjohëse. Se e tillë është bërë jeta. Po, edhe unë jam shumë mirënjohëse, të them të drejtën, Olës. Sepse më bën që çdo ditë të tregoj anën profesionale timen akoma dhe më tej, ta shtritem më tej, jo vetëm ëmbëlsirat. Unë kam thënë që pika ime e dobët në kuzhinë kanë qenë si ato brumrat. Brumrat si kam dashur. Dhe ka ndodhur e kundërta që brumrat i dua më shumë. Mirë. Ndonjëherë na ndodh që gjërat që nuk i kemi dashur për shkakun në një moshë të caktuar. Po, shiko. Vjen një moshë tjetër dhe ti provon dhe eksperimenton. Gjithsesi, duke u ndalur tek kjo panoramë që regjia po na ofron, ne po ju tregojmë se çfarë Ola sjell në treg. Për kaq shumë vitesh dhe duke sjell një përpunim shumë të mirë dhe një paketim, ambalazhim që është shumë i domosdoshëm për produktin e mirë, që është një produkt delikat, duhet thënë. Ambalazhimi duhet të jetë i mirë, duhet të ruajtur në kushtet e duhura, si në magazinat e Atlas, ashtu edhe në kushtet e shtëpisë ku ne e blejmë. Pra paketimi të jetë i mbyllur i pothitur mirë për të ruajtur nga mikroorganizmet e jashtëm, nga lagështia, pra duhet në vend të thatë, e tjera si këto, të cilat dolëm kështu kalimthi. Por me mielin Ola çfarë do të përgatisim sot? Mua më pëlqen që thet çfarë na sjell në treg. Edhe unë them çfarë na sjell në çanak, çfarë na sjell në konak, çfarë na sjell në Tryez këtu, në Reze Dielli. Sot na sjell krepat. Sot do bëjo krepa me ertiganin. Unë e them Nikit, saj që kemi krepa, hajde Niki këtu sepse është zonja në hedhjen e krepave në tigan. Sot i kam në tepsi, kam shpëtuar nga i tigani. Në tepsi është shumë e kollajt, 1 letër pjekje, në fund fare vendosni pak ujë ose pak vaj që të jetë si të puthitet të ngjitet me letra. Tu, unë kam 2 vezë. Kam qumësht, mielin, krip, sheqer, plur pjekës, pak vanilje, gjalpin që unë e kam tretur, dhe rusht të thatë, pra është opcionale, rusht të thatë, çokolata, çfarë të doni ju, nuk doni asgjë fare, patjetër, sepse këtë edhe mund ta mbushni. Po, atë e lëm në vijim. Në fantazinë e visave, çfarë mund t'i mbushin. 2 vezë. Që ti rah. Pak sheqer dhe pakës krip. Furrë mos harroni të jetë e parangrohur, unë e kam vendosur në 250. Në momentin që
Do vendos furrën në tavë, patjetër, furrën në tavë. Hajde vënja Albana. Na marrim këtu në tryezë, se ta vendosim në rej pjeki. Marrim furrën dhe vendosim këtu përpara nesh. E bëjmë këtë, kemi kaluar në nivel tjetër. Tani këto krepat i kemi në furr, pancake në tepsi, do t'i pjekim aty dhe me gramaturat pastaj jemi sipas sa të tilla do t'i donit juve në shtëpi. E rëndësishme është që t'i kombinoni mirë të gjitha produktet, mos mungoj asnjë prej tyre. Dhe po ta lexuar tani sa të shpërbohen vezët, sepse duhet të bëjmë një shpërbërje të mirë të tyre për ta ndihmuar edhe masën që të jetë homogjene. Qumshtin. Shtojmë aty qumshtin pas vezëve. Pra, pancake në tepsi dhe do t'i pjekim avash pasi t'i kemi shtuar të gjitha produktet në tas. Pra shtuam vezët fillimisht, qumshtin, pak sheqer. Nuk kemi nevojë që të shtojmë të rahim sheqeri me vezë, absolutisht ja. Sheqer, pak skrip. Me radhë. Vanilje. Flur pjekës. Do të shtoj gjalpin. Gjalpin e shkrir, gjalpin të tretur. Gjalpi zbut edhe përbërësit e tjerë, i bën që të treten më kollaj dhe sheqeri. Tani një miell që shtohet si një pudër, i imët fare, i ajrosur, duke e kthyer tani këtë masë në brumë të butë. Dhe pse unë kam të rjedhshëm. Më tepër miell faktikisht. Kam më tepër miell, pak fare ujë nikit lutem këtu. Po. Të gjithë të masë do ta shtrojmë tek letra e njomur. Ose te tepsia fillimisht ujin dhe më pas shtojmë letrën. E shtrojmë këtu që të ngjitet, sepse do ta vendosim atë masën tani që krijuam me anë të brumit. Pra do të jetë si masa e brumit ose konsistenca që kanë krepat. Tamam për krepat. Duat. Që të qëndroj një shtres tek luga. Pra luga t'jetë e veshur kur ne e mbushim tek tasi. Do të shtoj rushën e thatë e kam vendosur në ujë. Që mos të qëndroj, po. Kaq të tu. Këto si që janë mund t'i mbushim edhe me djathë të grira. Pra nëse duam shije të ëmbël. Ajo shija që ne themi agrodolce. E ëmbla, ose mund t'i kemi të dyja bashk. Dhe e kripura bashk. Edhe djathë edhe rushë të thatë. Si që është tani kjo masë, direkt në tepsi. E sigurisht që në fund beten kokrat e rushit të thatë, do ta lëm që të zërvënd në të gjithë madhësinë e letrës së pjekjes. Do t'jetë një pet e pjekur e butë. Po, duhet e butë, duhet. Edhe këtu. Pastaj për ta serviru mund ta mbështjellim si role ose servirim në varësi të letrës. Se pengon pak edhe letra, në qofë se cepi nuk është i lagur. Ja, këtu jemi. E vendos në furr duke ullur dhe temperaturën direkt. Po, që të mos
digje sepse është vetëm një shtresë e holl brumi. Unë do të bëj një përmbledhje tani të produkteve që na udhëshën për përgatitjen e pankekit në tepsi. Ju duhen 2 kokra ves, 1 gotë qumësht, 2 lugë gjelle vaj ose gjalp i shkrir, 1 lugë çaj vanilje, 2 lugë gjelle sheqer ose mjalt, 1 gotë e gjysmë afërsisht me miell, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 1 maj kripe, reçel, pastaj për ta servirur, kjo është në dëshirën tuaj, do ta shohim deri në fund kur të servirim këtë pancake në tepsi dhe për ta mbushur sipas sugjerimeve që u dhan. Mund të jetë një mbushje me rushin e thatë, mund t'i shtoni po ashtu edhe djath brenda saj, ose vetëm rush të thatë, ose vetëm djath. Kjo është në dëshirat tuaja. Rruga ishte kjo e përgatitjes. E vendosëm për t'u pjekur dhe receta përfundoi këtu. Dhe le të kalojmë përbërësit e recetës tjetër. Do të gatuajmë tani një tjetër recetë, atë kryesore, ngjellëm drekën e sotme. Çfarë kemi tani? Tagliatelle, mish të grirë, djath, pice, domate, ujë, krip, piper. Një pako me makarona, tagliatelle, të cilat do të jenë sot ndryshe, do të jenë edhe më bukur të servirura. Kemi sjell her pas here garofalot tona, transparente, teksa ju mund të shihni produktin, mund ta zgjidhni atë, të shihni cilësinë, ngjyrën, llojin, përbërësit gjithashtu, ose nga vjen, një informacion për garofalun e kemi dhe në stendën tonë, variantet e tjera të garofalos, që Teuta kujdeset më së miri për t'i sjellë si një linjë premium, një linjë shumë e mirë dhe cilësore italiane, e cila vjen në vendin tonë për të na dhënë një shije ekstra, për të na dhënë një shije të rafinuar për ata që e marrin seriozisht gatimin e pastave dhe që duan që jo vetëm të shijojnë një pjatë të tillë të bukur të shijshme, por edhe të marrin vlerat ushqyese, sepse të tilla janë prodhimet e garofalos, kujdesen shumë më mirë duke patur ato punishten e bakrit, duke marrë disa sekrete të përpunimit të tyre, ne arrim të kuptojmë se kjo markë, kjo firmë, kaq gjatë në treg prej vitesh të tëra, është kaq transparente për ne, konsumatorët, dhe ku ka më mirë se ta kemi kështu produktin, ta shohim se çfarë produkti është. Tani si u t'i gatuash? Shumë thjesht. Unë kam vendosur pak ujë, të zbusja pjesën poshtë, dhe të ndihmoj dhe vetën time në pjekje. Pra ka marrë, ju mund të vendosni komplet një tavë të vogël, mund të vendosni në tigan, si të dëshironi ju, nuk ka pak rëndësi ka. Kam mish të grirë. Dhe të them të drejtën, është mish i grirë, po vjen nga produktet e sallamit. Po. E ke grirë sallamin? është vet i ardhur, nga i saj është vet i ardhur. Lloj mish i grirë. Nuk më duhet as krip, as gjë absolutisht. Prandaj dhe unë nuk kam asnjë lloj përbërës që të kisha qepër ose që të kisha diçka tjetër. Është vet. Kupa me kapak, kupa me kapak. Tani jam në rregull. Vjen vet i përgatitur. Ktu kam djathin e grirë, që t'jap ato shtresën, po para se t'jap ato shtresën e djathit që shkrin, do të vendos të qoftet sipër, më pas do vendos një fe domate. Do ta shikoni vetë se fjalët e shumta janë fukarallëk. Po dhe më thonë nga ndonjëherë Albana shumë flet. Po si mos flas, shif, kur të ketë po lloj produktesh edhe mos flasësh. Po do flasësh sa, nuk do t'i komentosh. Po. Unë di shijen dhe normalisht, nga që di shijen ja u them unë se si është shija, di përgatitjen dhe të gjitha këto më bën që të jem shumë bla bla bla. Do na e çoj sot garofalon edhe makaronat në një tjetër nivel, duke i patur parasysh këto që the, po fillimisht i tregojmë çik përbërësit. Shkrihen në gojë, të shkrihen, pa fjalë të shkrihen në gojë, dhe shikoni kombinimin e duhur. Që kullon që hapet kështu, po, lëre. Dhe pikë mëngjesit, po të shikojmë pak produkte se çfarë na duhen në gramaturat e tyre të shkruara, në mënyrë që edhe ju t'i organizoni kur t'i gatuani makarona fole me mish të grirë. Nga këto makaronat në formë rrethore, që ne i kemi garofalo,
mund të keni mish të grirë diku 300 apo 400 gram, një domate të madhe ose 4 lugë gjelle salcë domate, 2 lugë gjelle vaj ulliri, një gotë ujë ose lëng mishi, krip dhe piper i zi, djath i grirë, majdanos ose koper për ta servirur. Tani, të bëjmë gati produktet, pra të organizojmë ato siç duhet. Makaronat janë gati, ka vendosur Albana në një tepsi me pak ujë. Bëjmë gati këto qoftet në të njëjtën madhësi, siç e tham, e kemi të gatshëm masën e brumit të qofteve nga i saj dhe këto qoftet do të bëhen në këtë masë që të zënë një vend në folen e makaronave. Pra ja kështu, i vendosim njëra pas tjetrës. Po nuk them kotun se si dalin ato. Më pas, kur të rikthehemi pas mesazhit promocional, do të vendosim edhe domatet edhe djathin, po këtë proces do ta shihni dhe ju, kështu që një shkëputje shumë e shkurtër dhe do të na rikthej përsëri në kuzhinë. Vazhdojmë me punën tonë për t'i organizuar dhe për t'i mbushur siç duhet dhe ju ta shihni apasapi këtë procesin e këtyre makaronave bashkë me qoftet. Kanë vetë këto makaronat e tilla, taletele të cilat ose makaronat të tjera çfarë mund të keni që janë dhe më të holla. Krijohet një fole. Po, lazanja është dhe peta, është edhe po. I vendosim mbi secilën nga papardelet tona, nga garofalo dhe mezin sigurisht e mbushim me pjesën tjetër të qofteve. Po të doni, vendosim makarona aty brenda sërish, qofte si të dëshironi ju. Edhe njëcka. Dhe një në mes dhe na mjafton. Këtë pjesën që ngel. Qa del një kim me veza jo. Në folen e vet. Largoj pak sa këto që të lajë dhe duart. Deri këtu e kemi procesin, pra mund ta përgatisni vetë brumin e qofteve, mund ta merrni të gatshëm, ja u sjell i saj, mund ta porosisni atë, keni produkte të tjera për shembull të sallameve që mund t'i ktheni në brumin si mishi i grirë dhe mund të operoni në këtë formë, pra për t'i rënë shkurt nëse nuk e keni mishin e grirë. Mund të zgjidhni për shembull kabanozin apo produkte të tjera të shportës, familjare dhe paketimet ekonomike që i saj vën në dispozicion dhe ju mund t'i përdorni në këtë formë. Tani hapi tjetër. Që të mos fahet qoftja edhe po ashtu makaronat, po edhe për t'i dhënë një shije të mirë, do vendosim feta domate. Atyre të mezit, lëri ashtu si që janë. Po thjesht, më tuet edhe... edhe... Për të pjekur vetëm. Edhe një e këndshme. Tani radha e djathit. Do t'i shtojmë edhe pak ujë, pra ato do të zjen dhe do të piqen në të njëjtën kohë. Pra, kargoj zemrat, vetëm të domatja, se zemrat na duhen, dhe na duhen mirë biles, që të jenë të paqta. Këtu ku kam i tjetër, këtu unë edhe ja.
Shi paktuar se më duhet të kem majdanoz. Të shtojmë edhe majdanoz të grirë, të freskët, ose të thatë nëse nuk e kemi, por tani dihet që këto bimët janë të sezonit, ne i kemi gjithmonë në tryez. Dhe djathin. Djathin e kemi grirë, e kemi bërë gati, mund të jetë një djath pice, një djath i but, mozzarella, çfarë të keni për kollaj. Mund t'i grupojmë të dyja, edhe koperin, edhe majdanozin. Edhe. Shumë pak. Thjesht duket sikur i shtoj shumë, po është pak sepse na duan që Pra ujë do t'i shtojmë sa do të mbulohen apo deri në fund? Pra të mendoni që do të zjejnë pjesa e makaronave, ato do të zbuten, do të ulen, mbi to dhe qoftet dhe do të bëhet një zjerje pjekje bashk në tepsi. Shtojmë në fund edhe majdanozin, ndërsa djathin ndoshta para se ta heqim nga furra, apo jo? Tani, po të duam ne e vendosim në furr, ose në të kundërt e vendosim që të bëhet edhe... Për djathin si do veprojmë? Tek djathin do ta lëm fillim fare këtu. Do ta lëm të zjej pak. Ja, ta lë pak sa të bëhet këtu. I vë kapakun. Edhe bëhet më që do më duhet për recetën tjetër, e vendos në furr. Pra janë në dy alternativa, qoftë furr, qoftë edhe në djathin e lëmë në njarë. Dhe i largoj të gjitha. Dhe për ta shpjeguar dhe njërë, djatin do të vendosim nga fundi, sepse nuk ka kohë të njëjtë me mishin, për të pjekur, dhe ai djati që piqet dhe që merr një ngjyrë të errët nuk është i shëndetshëm, kështu që ne do kujdesemi që ta vendosim për aq kohë sa i duhet për të shkrirë. Ose në letër alumini më pas. Nëse ne do të bëjmë gjithçka gati, në letër alumini e vendosim në nxehtësi, në rezistencën poshtë, që të bën më poshtë, më pas heqim letrën dhe e lëmë në temperaturë ose me mire në ajër. Do të shohim deri në fund të proces, shkëputemi për reklama, rikthehemi me recetën e tretë dhe do të presim që të servirim pak edhe pankekun që e kemi vendosur për të pjekur në furr. Ka marrë një volum, sigurisht nga pluri pjekës vezët, dhe do ta tregojmë pas reklamave. Rikthehemi në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Deri tani kemi përgatitur një pankek në furr dhe shifeni rezultatin se si është pjekur, ngjyra, aroma që ka marrë. Ishte shumë e thjeshtë në përgatitje, por nuk ka përfunduar me kaq, sepse siç është kështu e gjitha, do mbështille dhe do ta mbushim. Do ta tregojmë pak më vonë se si do të vazhdoj procesi i saj, por më parë, për ju që keni kuriozitet dhe sapo e keni hapur ekranin, se si e përgatitëm, këto kokrat janë në rrush i thatë dhe në tas kemi përzier 2 kokra vezë për këtë recetë. Ja tregoj edhe një herë se mund ta përgatisni shpejt gjatë kohës që ne merremi me mbushjen, ju e piqni dhe merrni dhe sugjerimin tjetër me çfarë mund ta mbushni ose mund ta lëni kështu siç është, mund ta mbushni me të ëmbël, me të kripur, reçelin që keni përgatitur ose atë që keni nga vjet. Me ndonjë krem, çfarë mund të keni në shtëpi, krem tahin, kujtun, çoko krem,
Çfarë të dëshironi? Çfarë të dëshironi? Nga më e shëndetshme deri te më e pashëndetshme. Çfarë kishte brenda ky pankek apo kjo përgatitje e tillë? Do t'ja tregoj tani me njëherë, shënojni produktet, 2 vezë, 1 gotë qumësht, 2 lugë vaj ose 2 lugë gjalp të shkrirë, ne zgjodhëm gjalpin e shkrirë, 1 lugë çaj vanilje, 2 lugë gjelle sheqer ose mjalt, 1 gotë e gjysmë miell, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 1 maj lugë krip dhe reçel, siç e tham, sipas dëshirës. I përzjeni të gjithë produktet derisa të krijoni një masë pa kokriza delikate edhe homogjene, e shtroni te kjo letra, të cilën paraprakisht do ta keni njomur nga poshtë, që të ngjitet pas tepsisë, piqeni dhe ja ku e keni. Unë marr. Tani, ato qofte dhe makaronat, ja shiko, filluan të sa zjejnë. ujë ka këtu, derisa të përthithet ujë, do thotë që makaronat janë të bëra gati. E marr dhe vendos në furrë pa vendosur djathtin sipër. Djathtin e kemi më njanë, i duhet për... E vendos në pjesën poshtë të rezistencës, duke ndryshuar edhe këtu temperaturën, diçka më lartë se sa pankek. Okej, kaq kemi përgatitur deri në këto çaste, tani kalojmë në fazën tjetër, në recetën tjetër. E lëm të ftohet, mund ta heqim fare nga tepsia dhe djersitet pak kështu. E lëm derisa ja shikoj fillon edhe shkëputet vetë. Shkëputet vetë, ndërkohë edhe ne e pam, kështu që... A, e mbarojmë këtë gjë? Po, si me ta mbushur, ta mbarojmë që mos na thahet. Me çfarë dëshiron ta mbushim? Unë kam dhe të kripur, kam dhe të kripur, por me që kam djathin, i bjem shkurt, e çfarë ka... Edhe riciklojmë çfarë produktesh kemi. Po mirë, te kripura do qëndrojmë. Do t'i vendosim pak kërpudha, më thuaj. Bukur fort, po, kemi kërpudha. Nëse kemi... Kërpudha kam, atëhere. Kërpudha i përzjejmë me pak djath, i ka urdisim, i skuqim pak me vaj ose me gjalp. Shtoj pak zgjalp. Pra i skuqim kërpudhat në qik. Pra, bëj shkëputjen e bishtit. Edhe këtë këtu. Ka që më duhet. Shumë bukur, se na dhanë ide të mira tani nga prapa kamerave, me tiguilio, ambushe ky pankek, se kemi disa lloje. Atëherë, Ti shkon andej, ne kemi këtu, gjithandej kemi tiguilion ton, që me fistik. Na nxit shien, me pistakjo, me domate pesto gjithashtu, me ricota, me speca, me çfarë të doni ju. Pra, këto kavanoza, të shishëm edhe të prodhuara me shumë dashuri, nuk mbushen dhe nuk përdoren vetëm për pastat, por janë një rast kur ne frymëzohemi për t'i shijuar dhe për t'i marrë më të mirën e mundshme këtyre paketimeve të gatshme, kavanozave, që kanë shije nga më të larmishmet. Oh, çfarë arome, oh, çfarë arome. Zgjodhi ti pistakjot me s'ka, është ricota. Ricota dhe me shijen e fistikëve. Krepa mund t'i mbushni, panine të ndryshme. Edhe një lugë tjetër me vendosni këtu. Të pankekun. Hape këtu. Ja një shtres. Po, bravo që të shkoj në mëndë, shef. Edhe pak zvajun këtu. Një pun, o bëje tamam, o hiqfare, o gjej shien, ose lëre. Se ne kishim bazën, po mund të gjenim të kripura veten, apo tek e ëmbla. Këtë ëmbla kemi sjell, petulla, gjithandej. I kemi shoqëruar me reçel, me mjalt.
tani këtë masën. Ne atje kishim në një shije tartuf, se sa të vë syze Kemi dhe tartuf. Ka tartuf. Më merr edhe pak në shije tartufit, sepse kërputa shkon shumë me tartufin, edhe është ndërthurje shumë e mirë e të dy shijeve. Sa të vë syze tun, Andeja po këtej në të dyja spendat. Bravo. Direkt dora tek tartuf, piper të zi dhe rikota. Unë them, kjo është goca që dua, më kjo është shija që dua. Sa mirë, salcë pesto, thot me rikota, tartuf dhe piper të zi. Tani kush tartufi dihet që ka një aromë të fortë, po, dhe shkon shumë me kërpuda. Janë të dyja kërpuda, të dyja ushqen me sheqer. Dhe shumë i shëndetshëm. Ta e tha të direkt. Moj korçare, se na vdi që fare, ku të rëmë të tani do 2-3 apo çfarë? Kaq bol, kaq. Kavanozat të hapura siç i kemi, nuk ikin kot. I mbyllim kapakun dhe i përdorim për recetat e tjera. Është një aromë aq ndjellse, Si që është tani me masa, se është dhe kremoze, se ka rikotën brënda, pjesën e tartufit. I vendosim tani një thjesht e hapim, ajo luga ka vetëm pesto. Pa, nuk më duhet që tjetë kërpudha. Më shumë e përqëndruar në qëndër. Tani kjo mas do të mbështillet. Super u bë, super u bë. Ka që... E mjaftueshme për mbushjen. Tani kujdes me mbështjelljen. Peta është e butë. Shifeni, mbështjellet shumë kollaj, edhe del kollaj fare nga letra. Ja, unë tresh pak më tej. Që ka rushën e thatë, sepse i shkon jashtë masë kjo shije. Super. E puthiti mirë, e shtrëngojmë mirë që të ngjiten mirë produktet brenda. Kemi mundësi tani që kur ta presim, çfarë shije do të ketë. Me këto të dyja. Me salcën e pestos me rikota, tartuf, piper të zi, dhe gjithashtu një përzierje tjetër e rikotës me djath dhe fistik, nga ngjyra jeshile e tyre. Kullon më mirë në një dras, kështu që dhe aty po e servirim, është goxha mas. Tani me këtë prerjen, me mbushin që do shohim brenda, goja lëng. Hajde mbyllim pak më përpara sot. Shifeni tani si duket mbushja? Është e mrekullueshme. Besomëni kur ju them në diçka. Kaq duhet për t'i thënë shijes. Të ngjatë jeta. Edhe mirë se erdhe dhe të ngjatë jeta. Pra edhe me këtë mbushjen e quam në tjetër nivel atë, e vendosim pak përpara që të duket këndshëm bukur. E quam në tjetër nivel shijen me mbushjen, me kërpudha dhe me pjesën tjetër të salcave apo sugjerimeve nga Tigullio. Gjithmonë kujdesemi që t'ju sjellim shijen më të mirë të çdo përgatitjeje. Këto të tjerat janë për ne, ato i kemi për miqt, këto që ne ngelen këto të fundit. Një kategori tjetër, një larmishmëri e salcave që Tigullio prodhon për t'ju
rritur atë fantazinë se si dhe ku mund t'i përdorni ju. Përfundua me këtë recetë. Tani, hidhemi avash avash te përgatitja e radhës, kemi patate, të shohim pak recetën se çfarë është kjo dhe çfarë produktesh të tjera përmban. Mund të zgjidhni këto patatet e vogla, baby, që janë me lëkurë, që mund të gatuhen, vetëm lahen mirë me sodë dhe me krip dhe më pas ato i piqni apo i zjeni. Vetëm patatet e vogla, pak susam, mund të shtojmë apo jo kërpudha, do të shohim rrugës, dhe na mbetën dhe dy të tilla, se patatet kombinohen shumë mirë me kërpudhat. Edhe çfarë është më mira është ky gatim është dashuria e Albanës. Kështu e quajmë këtë gatim. Quaj patate baby dhe kishte neps, që respekton veten. Tani, kjo receta e patateve, shkruajmë pak, e shohim si e kemi shkruar, e shkruajmë dhe ne në ekran, e shkruajmë në fletoren tuaj në blog, patate të vogla në tigan me gjalp. Do të merrni gjysmë kile, patate të vogla, vaj, 2-3 lugë gjelle, hudhër, e grirë ose plur hudhre, krip dhe piper dhe gjalp. Kështu që ju që i shkruani në blog, keni pak produkte të kjo recetë për t'i shënuar, të tjerët që i bëjnë foto, e kanë akoma dhe më kollaj. Tu kam yndyrën, dhe shoh që yndyrë pas kam më tepër nga ç'duhet. Kam patatet që i kam para zjerë, normalisht, zjarmë. Edhe, s'ka e ka mundjen, s'ka është. Ishte shishme, ja do t'a provojmë dhe ne për pak. Po që ndrojë Albana. Kam yndyrën që më kërkon që të jetë jo e ngrohtë, po as të digjet, pa tjetë ajo e mesmja e artë. Do të shtoj patatit që i kam zjerë, e janë të parazira ato. Me krip. Aq sa me kaurdisjen e lehtë në tigan të jenë gati. Këtu unë kam erza të ndryshme, është opsionale si të dëshironi ju. Unë kam filluar tek hudhra pluhur, te turmeriku, te rigoni, piperi kuq, kam ginger, kam spezjek, si të dëshironi ju. Shumë mirë mund të shtoni soja, i shkoni ashtë mase, po të doni mund të shtoni aceto balsamike, dhe, ju kam thënë që unë jam tetanike, s'ka. Atëre shkoj tek ponti, jo tek soja, po tek aceto balsamike. Po, është e trash dhe të jep përshtypjen e mjaltit në uthull. Kjo është shija. Më pëlqejnë këto të pontit, të gjitha llojet e uthull, salca e merat, se kanë një densitet shumë të mirë. Janë kështu si shumë kremoze, e kanë përbërjen shumë të dëndur. Ja dhe erzat që ashtuan patateve, të zjera paraprakisht. Unë jam e ku jam. Përse do t'i lë këto dy kërpudha, apo s'ka shans t'i lë këto dy kërpudha? S'ka shans t'i lë. Bishtat, mos i neglizhoni. Një përzierje. Ato kërpudhat nuk janë të përfshira tek receta që lexova, siç e thatë ne po e riciklojmë. Kishim 2 kërpudha që na tepruan nga mbushja dhe si gjithmonë, siç bëjmë në shtëpi, ne i riciklojmë dhe i përdorim ato në gatimet e tjera, kur sigurisht shkojnë dhe përshtaten me shijen. Kjo është edhe arsyeja e këtij emisionit që të tregojmë se si sa kreativ do t'jemi në kuzhinë. Kreativ dhe në përbërësit që shkojnë. Po, sigurisht. Sepse unë tani për shembull nuk mund të shtoj spinaq. Spinaqi është i mirë, por nuk mund të shtoj ndo spinaq. Pra, kjo do të shërbej tani për kërpudhat më tepër që të skuqen. Gjallë. E dim shumë mirë që kërpudha
e do gjalpin. I lë. Tani përdorim edhe aceton balsamike me atë shijen e vet fantastike. Karamelizohen. Shiko? Është gjalpi, janë erzat, hudhra pluhur, që ty nuk të shqetëson as pak. Do të shtoj susamin, se susami i shkon dhe i vjen jashtë mase. Ja, shiko. Nuk më duhet fare ta pjek susamin, një ndrato rasti që nuk e pjekim susamin, sepse kur kalon në proces termik, ashtu ngjitet nga yndyra që kanë lëngjet, kërpudha përthith yndyrën që unë shtova. Do të shtoj bim aromatike, sërisht, shiko, një aromë djellëse, sot do t'i them vetes më lumt. Si jam në shijet e mia. Super dolën dhe patatet, patatet e vogla, të parazjera, edhe njëherë pra i përmendim. Skrip, t'japim atë shijen finale, ajo që na josh. Ajo që qëndron kështu në sipërfaqen e tyre, pra patatet e vogla, të cilat i kemi zier paraprakisht në ujë me krip. Kemi marrë 2-3 lugë gjelle vaj, hudhër pluhur ose hudhër të grirë, ose nëse nuk e duroni dot aromën, mos e përdorni, krip, piper të zi dhe gjalp, ekstra që shtuam, është dhe ponti, aceto balsamike, e bën atë më kremoze, shtuam edhe farat e susamit, bim aromatike çfarë të doni, koper majdanos, dhe patatet janë gati. Tani është momenti që recetës tonë të parë t'i shtonim në nxehtësi shumë pak. Pra po shtojmë djathin tek qoftet në fole. Pasi ka kaluar fazën e parë, pra pjekjen, zjerjen e makaronave, tani kemi shtuar djathin nga fundi, që do të thot edhe 10 e pak minuta dhe receta përfundon, është gati. Nëse ju e shikoni që ka akoma ujë, sepse në momentin që ne e heqim, akoma vazhdon zjerja. Unë do ta vendos sërish. Përthithet pjesa tjetër e lëngjeve nga makaronat, se është baza e tyre. Tani mendoj se kemi përfunduar, kemi ardhur në fund të gatimeve, patatet, pankeki mbushur që doli fantastik, edhe qoftet në fole me makarona. Do t'i gjeni në kanalin ton në YouTube, Reze Dielli, klikoni në YouTube, na bëni subscribe dhe jemi një komunitet aktiv aty të gjithë bashkë. Albana po servir edhe patatet dhe me këtë shijem dhe me këtë pamje të gatimeve tona, ju themi mirupafshim nga kuzhina dhe unë ju pres pas pak për të folur. Hëngrëm që bëm ne, ngatruam sa ngatruam, gjitha produktet ushqimet, ndihem pastaj atë fryrjen e zorëve. Tani kjo mund të vi në mënyrë rastësore, mund të jetë kalimtare, por kur kjo vazhdon dhe bëhet problem, ka një lloj sinjali alarmi që na tregon trupi dhe sistemi ynë tretës. Si të ta zgjidhim, do na tregoj Altin Joka pak më vonë. Hajde Altin, hajde. Kështu që pas pak do të jemi me Altinin për të marrë këshilla të duhura. Flasim tani për atë ndjesinë e bezdisshme, shpeshherë e nënvlerësuar, që lidhet me fryrjen e zorëve. Kemi atë sikletin, edhe estetik, po edhe shëndetësor. Pse fryen zorët, çfarë i shkakton ato dhe disa mënyra natyrale që do të na shpjegojë më njëherë specialisti mjekësisë holistike dhe naturopatike Altin Joka përmes kësaj bisede në Skype. E përshëndes fillimisht Altinin. Si gjithmonë të falenderoj për kohën dhe këshillat që do t'i japim Altin. Edhe unë i përshëndes juve dhe gjithë atyre që na ndjekin, po ashtu dhe gjithë stafit. Të falenderoj edhe një herë të fundit?
Edhe gjithashtu përshëndes gjithë stafin tuaj. Stafin, të falenderoj shumë, e vlerësoj se hapa të fundit. Falenderoj shumë edhe tashmë jemi bërë si një staf i vërtet bashkë me juve që jeni çdo javë tek ne. Jeni pjesë e stafit ton. Kështu që jemi si një ekip që punojmë për publikun ton. Faleminderit për vlerësimin. Altin, do të pyes pyetjen e parë shkurt. Pse fryhen zorët, cilat janë shkaqet? Qartë, kur ne flasim për fryrjen e zorëve, nuk flasim për një gjë kaq thjeshtë, është një kompleks ose është një proces kompleks i ndodh trupit tonë. Dhe nuk fillon thjesht në zor, por ajo fillon që tek goja jonë. Pra, që tek momenti që ne kemi futur ushqimin, shkon në stomak, përpunohet, dhe po ashtu shkon në zorët e holla, kështu që përfshin duke kaluar pastaj në zorët e trasha, por përfshin disa dhjetra mekanizma fiziologjik të cilët veprojnë. Në momentin kur ushqimi jonë arrin tek zorët, pra pasi ka kaluar te zorët e trasha, sepse për atë po flasim, atje zakonisht krijohet fryrja, po edhe te zorët e holla, po te zorët e trasha, zakonisht formohen gazrat. Gazrat formohen sepse kur ne ushqemi, në momentin që ato kalojnë në zor, gjitha bakteret tona duan të ushqehen dhe fillojnë nisin fermentimin e disa elementeve kryesor ushqimor, sidomos të fibrave, të sheqernave apo të karbohidrateve që do kthehen sheqerna. Ky proces i gjithë do prodhoj gazra dhe ky është normal. Për një person, pra është aspekt normal për çdo person që të prodhoj gazra në zorën e tij. Por te prica e këtyre gazrave dhe fryrja e tepërt e këtyre, atëherë mund të themi që shkakton probleme. Këto gazra në përgjithësi prodhojnë hidrogjen dhe metan. Po ashtu edhe që cilët shkaktojnë fryrje, por edhe squfur, të cilët shkaktojnë dhe erën më të rëndë pra nga fermentimi i këtyre ushqimeve. Kjo është një element e parë. Pra, aspekti bakterial nuk është i rregullt në zonën tonë. Pra kemi një çekuilibër bakterial. E dyta është ne nuk kemi disa mungesa të disa enzimave. Pra nuk kemi enzima të mjaftueshme, për shembull enzimat janë e mira, po midis tyre mund të jetë lipaza, mund të jetë laktaza, mund të jetë amilaza, të cilët laktaza vjen nga qumshi, e cila nuk e fermenton, pra laktozën si sheqer, apo dhe intoleranca ndaj laktozës apo dhe ndaj glutenit e sjell të probleme. Një element tjetër është ushqimi, kur ne ushqemi me shumë krip. Sa më shumë shtojmë kripën në dietën tonë, aq më shumë ujë mbahet në zonën tonë. Dhe kjo do bëjë që barku jonë, pra zorët të jenë të fryra. Një element tjetër është konsumimi i ushqimit në mënyrë shumë të shpejtë. Sepse kur konsumojmë shumë të shpejt ushqim, ne gëlltisim ose nxisim të gëlltisim dhe ajër. Dhe ky ajër do grumbullohet në zorën tonë dhe pas tjetër do sjellë edhe këto çrregullime. Një element tjetër janë çrregullime të ndryshme të zorës, siç është për shembull sindromi i zorës së irrituar, apo sëmundja SIBO, apo mund të themi sindroma SIBO që është rritja e baktereve të këqija në zorën e hollë, pra këtu është në zorën e hollë, që e cila nuk bëhet mirë dhe fermentimi dhe problemet e tjera që kemi dhe sjellin këtë problem. Element tjetër që duhet kemi është, e thash, intoleranca, është edhe sëmundja Crohn, e cila është një sëmundje inflamatore e zorëve, që shkakton probleme me diaren, me barkun, me gazra, zakonisht nga keq ushqyera, dhe kjo është problemi i ulçrave. Nëse ne do kemi një ulçër, atëherë sidomos po të kemi ulçrat në zorën e hollë, patjetër që do kemi një problem më të madh, do na shkaktojë më shumë fryrje, më shumë të përzira, më shumë djegje e të tjerë. Kemi probleme të divertikulitit. Divertikuliti janë ato qeset e vogla që formohen në mukozën e poshtme të zorës trash. Pra, zakonisht, në qoftë se do kemi këto probleme, inflamohen, pra këto qese inflamohen, dhe patjetër që do sjellin probleme, ndonjëherë do na vijë edhe si për të vjedhur. Do na sjellin kapslëk, por ndonjëherë jo vetëm kapslëk, por do na sjellin edhe diare. Midis elementeve të tjerë është ndryshimet hormonale. Kur ne kemi ndryshime hormonale, sidomos te femrat, sidomos periudhën e shtatzanisë ose të ndryshimeve të periudhave të tyre, pra ku kemi hyrë në menstruacione ose në perimenopauzë e tjerë, kemi një ndryshim zakonisht edhe të problemeve të zorës. Element tjetër janë ilaçet e përdoruar tepër, sidomos antibiotikët dhe qetësuesit. Ilaçet qetësues dhe konsumimi i lartë i suplementeve, apo dhe konsumimi i alkoolit, apo i sheqernave, i karbohidrateve të thjeshta. Një element tjetër janë faktorët psikologjik, stresi dhe ankthi që janë determinante problemet e çdo lloj problematike tonë në trupin tonë, por edhe tek zorët.
depresioni, çrregullimet që ne mund të kemi me gjumin, pra ku nuk bëjmë një gjumë cilësor, apo një shqetësim tjetër, apo një arsye mund të kemi, është sëmundjet e mëlçisë. Në përgjithësi janë të lidhura ose gurët në tëmth, ose problemet në pankreas. Pra, mund të kemi nga kushtet, mund të ketë të tjera, po këto janë baza kushteve, dhe normalisht për gjitha është edhe keq ushqyer. Pikërisht tek keq ushqyerja do të ndalemi, nëse ka disa ushqime specifike që mund të shkaktojnë fryrje të zorëve. Ju e përmendët që intoleranca ndaj laktozës apo intoleranca ndaj glutenit, patjetër që janë faktorët kryesorë dhe që gjitha ushqimet që kanë laktozë apo gluten, patjetër që na çojnë drejt këtij problemi apo kësaj problematike, por nëse ka një listë ushqimesh të tjera që shkaktojnë fryrjen e zorëve, për shembull cilat ushqime? Tani, fryrja shpesh e intolerancës ndaj laktozës dhe glutenit është një arsye kryesore. Ne e dim që sillin probleme të shqetësimeve, të gazrave, po edhe të problemit pra të fryrjes zorës, po edhe probleme të tjera gastrointestinale. Sepse të thash mungon problemi laktazës të problemi pra të sheqenat e qumshit që nuk përthyen dot laktozën. Dhe po ashtu këtë mund ta bëjmë që duke shkëputur nga qumshi ose nga bulmeti për paktën 1 javë 10 ditë, ne do kuptojmë që a kemi qetësi, përveç testeve që mund bëjmë testin e frymarrjes që bëhet testi i laktozës, ose edhe problemet e ndonjë intolerancë ndaj glutenit, që është një reakcion që ndodh në trupin tonë në moment që ne fusim është dëmtuar pjesa e zorës në momentin që ne fusim gluten, patjetër do sillen këto probleme. Do sillen probleme me vazhdimësi të diaresë, humbjes peshës ndonjëherë, probleme të dhimbjes së zorës, dhe këtë mund ta bëjmë përsëri nëpërmjet një analize që mund të krijojmë. Tani, ju më thatë për problemet e ushqyerjes. Po, ushqime të tjera, cilat ushqime ndikojnë drejt për së drejti në fryrjen e zorëve? Për shembull, unë e di që për shembull dhe brokoli ose familja kruciferëve mund të ndikojë tek fryrja. Qartë, por duhet të dim diçka. Duhet të ndjekim një rregull, është një rregull i artë. Rregulli i artë është kjo. Çfarë më ndodh mua ose çfarë është në trupin tim të dy trupa njësojnë nuk i ke. Absolutisht. Dikujt mund të bëj dëm fasullja, prandaj duhet të mbaj një lloj edhe nëse nuk mbaj një ditar, duhet të mbaj një ditar në mendje. Dikujt mund të bëj keq brokoli, dikujt mund mos i bëj. Tani në përgjithësi kur kemi fryrje, ne në radhë parë duhet të kuptojmë se kush janë shkaqet. Ato shkaqe që ne thamë, sepse të gjithëve i bën dëm brokoli. Ka njerëz që kanë probleme me fryrje dhe me brokoli nuk kanë problem. Kanë probleme me fasulen, kanë probleme me thjerza. Dikush ka probleme për shembull me mollën. Dikush ka probleme dikush ka probleme me brumrat. Pra, po themi me karbohidratet. Pra, stili i testës është totalisht i ndryshëm te çdo njeri. Por, kryesorja është që ne në radhë parë, pra duhet bëhet një, nuk mund të përcaktojmë dot, sepse unë kam thënë tek juve është dieta FODMAP, e cila të thotë se kush janë ushqimet më të dëmshme dhe kemi trajtuar një këtë për problemin e disa problematikave të ndryshme të sëmundjeve të zorëve. Por, në këtë rast, çdo njeri duhet të jetë doktori vetvetes. Pra duke i testuar ushqimet gradualisht. Pra nuk mund të themi dot që është kjo. Edhe unë s'mund ta them dot. Sepse kam gabuar shpesh herë kur e kam thënë dhe dikush i ka thënë që jo, më ka bërë dëm molla. Dhe më ka habitur që si molla i ka bërë dëm. Dikujt i ka bërë dëm dardha, kur dardha është shumë e rekomandueshme për problemet edhe stomaku të zorës. Dikujt i ka bërë dëm problemet e ananasit, që mban nivele të larta të një enzimi siç është bromelajni, që është shumë i nevojshëm për trupat tona, edhe në aspektin enzimatik, edhe të tretjes që ndihmon dhe të çfryrjes së zorës. Megjithatë, nëse ju do të doni disa ushqime që po themi që çfarë duhet shmangi me aspekti praktik, ne mund të themi që duhet konsumuar ushqimet sa më mirë të gatuara. Pra, edhe spinaçi, edhe patatet duhet gatuar mirë, edhe karota ndoshta. Duhen marrë frutat që kanë nivele të pakta të fruktozës, siç mund të jetë për shembull banania, piepri e të tjerët. Dhe duhen shmangur ndonjëherë ndoshta edhe dardha me molla ndonjëherë. Duhen shmangur tritrat. Duhen konsumuar duhen konsumuar quinoa, hikërori. Duhet konsumuar më shumë çaj, pra, si xhinxheri, mentja, kamomili, ushqime që kanë nivele të larta të fibrave dhe probiotik, po ka raste që njerëzit që marrin ushqime të larta në fibra ndonjëherë sillen në probleme të fryrjes. Kështu që duhet të jemi të kujdesshëm dhe çdo njeri duhet bëhet doktor i vetvetes se janë të ndryshëm. Pra mikrobioma e zorës çdo personi është individuale. Por me sa dim, lakra, brokoli, qepa, hudhra, produktet e qumshit në përgjithësi sjellin probleme të fryrjes së zorës. Po ashtu sasia ushqimeve të ëmbla, pra po flasim sheqeri dhe kripa apo ushqimet e përpunuara, pijet me gaz, sjellin patjetër probleme. Frutat që kanë nivele të larta të fruktozës,
ato që kanë fruktozë të lartë, patjetër sjellin probleme. Kështu që në këtë rast mund të themi që rregulli i lartë është kjo. Dëgjoni trupin tuaj, ushqimet që mund të bëjmë për të mirë, për të fryrë ose nuk i fryrë ose sjellin problematika, fillojnë të eliminohen, duhen testuar gradualisht. Fillimisht gluteni edhe kjo produktet e qumshit, apo nën produktet e qumshit, pra që kanë probleme me laktozën, dhe pastaj të tjera. Po do të eliminuar një herë ushqimet siç janë me nivele të larta të aditive, sheqerave, apo të nivele të kripave, ushqimet e përpunuara. Duke hequr këto, pastaj fillojmë me radhë. Gradualisht nga pak i testojmë dhe kuptojmë se kush janë ushqimet që ne mund ta dëmtojmë. Por nuk është problemi këtyre ushqimeve që mund ta dëmtojmë. Kjo tregon që ne kemi një problematik në trupin tonë. Pikërisht këtu doja të ndalesha, nëse doja të dija për shembull si ta dallojmë që këtë fryrin e kemi për shembull nga ushqimet dhe ku dallon nga një fryrje që ka një sinjal alarmi trupi, pra që ka një problematik më të thellë se sa pas ushqimeve. Atëherë, fryrja zakonisht që vjen nga ushqimet, në momentin që ne konsumojmë nuk është e dëmshme, është e padëmshme në shumicën e rasteve. Kjo mund ta vi edhe nga konsumimi. Çfarë çfarë më ka ndodhur? Kur kam biseduar me dikën në Itali, kishte fryrje të zorëve vetëm nga çimçaklisi. Konsumonte rreth 4-5 çimçaklis në ditë. Meqenëse kishte bërë shumë teste të ndryshme, nuk e kishin kuptuar ndoshta edhe mjekët i kishte anashkaluar kjo. Ky element. Në bashkëbisedime sipër ku kishin folur gjatë, kur e pyeta në konsumimin e ditës çfarë konsumonte, më tha midis tjerave që fillonte me çimçaklis dhe vazhdonte me tutje. Për arsye të errëzimit. Dhe në momentin që ka hequr çimçaklisin, pra sepse duke konsumuar çimçakis, ai konsumonte më tepër ajër, pra fuste më shumë ajër dhe fryshin zorë më shumë. Ajri 70% të fryrjes zorës e ka eliminuar. Kështu që nga aspekti ushqimit, edhe kur konsumojmë ushqim i shpejt, apo edhe kur flasim, edhe ne konsumojmë ushqim, patjetër do marrim ajër. Nëse ne do kemi një dhimbje ose kemi një fryrje të zorës pas ushqimit, 15 minuta, 10-20 minuta, nuk është shqetësuese për një diçka urgjente, por nëse ne do kemi dhimbje të forta në bark, pra në krahun e djathtë kryesisht që mund të jetë apandisiti, në anën tjetër që mund të kemi probleme ose edhe probleme me tëndin, mund të kemi edhe kurrë të tëndh. Nëse ne do na vijë për të vjedhur, nëse do kemi shpesh refluks, apo dhe gazra të shpeshta dhe në mënyrë kronike, atëherë patjetër që ne duhet të shkojmë, të vizitojmë dhe të shkojmë pranë mjeku. Por në rast se kemi një fryrje të zakonshme pasi konsumojmë ushqim, atëherë ne duhet të rregullojmë dietën tonë, duhet të rregullojmë problemet metabolike dhe problemet nga se vjen ushqimi. Ose kjo fryrje. Tani, nëse mund të tregojmë disa këshilla apo disa mënyra naturopatike të personave që lëvojnë nga fryrja? Mos harrojmë stresin. Stresi është elementi kryesor. Po, ju e përmendët pak më herë, gjendja psikologjike, stresi ndikon në përkeqësimin e gjendjes së zorëve, po ashtu edhe në fryrjen e tyre, apo jo? Lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë. Shiko, gjithë sistemi jon, pra gjithë elementit jon pra i stresit, pra në aspektin e stresit, ne dim shumë mirë që stresi ndikon në gjithë shëndetin tonë përgjithshëm. Dhe është shumë primare të shumë sëmundje. Edhe me zorën, sepse është lidhur direkt në gjithë pjesën e boshtit truzor. Dhe është e lidhur me elementet nervore dhe hormonale. Pra, këto transmetojnë problemin e stresit. Në momentin që neurotransmetuesi kryesor, siç është serotonina, e cila 90% prodhohet në zorë, në momentin që kemi një nivel stresi, aty çrregullohet. Ky çrregullim do bëjë që niveli i serotoninës mos prodhohet. Madje ju kemi dëgjuar që kemi një disbalancim të serotoninës te njerëzit përgjithësi, të njerëzit që kanë probleme edhe me depresionin dhe me anktin. Që është çrregulluar dhe kanë probleme me jashtëtitjen këta persona. Pra, ta persona ka probleme me jashtëtitje. E dyta, ne kemi një gjë. Zvogëlohet numri i baktereve dobishme në zorën tonë. Pra, fillon disbioza në zorën tonë në moment që kemi një nivele të lartë të stresit. Fermentimi ushqimeve ndodh ndryshe. Prodhimet të larta të metanit dhe të hidrogenit bëhen më të mëdha në momentin ku kemi nivele më të larta të stresit. Kur kemi nivele të stresit analizohet kortizoli. Por çfarë bën kortizoli? Kortizoli ndalon nivelet e procesit të tretjes, e bën më të ngadalshëm. Dhe sa më shumë të rri ushqime në zorë, aq më shumë ai do fermentohet dhe do të krijojë probleme në zorë. Po ashtu është kortizoli që bën mbajtjen e ujit. Po është adrenalina nga një anë tjetër, kur ne marrim nivele të larta, çfarë bën adrenalina? Midis të tjera, kur është sasi të lartë, bën të kurrjen e muskujve të zorës. Dhe duke bërë të kurrjen e muskujve të zorës, do kemi patjetër fryrje. Pra, këto janë elementet që krijohen. Po stresi ka dhe një faktor tjetër. Kur jemi të stresuar, ne konsumojmë shumë shpejt ushqimin,
se jemi të stresuar. Gëztisëm më tepër dhe ajër, edhe ushqime më shpejt që do një proces pra ngarkohet stomau dhe zora ngarkohet më tepër, por ne bëjmë edhe zgjedhje shumë të gabuara ushqimore në momentin që jemi në stres. Qoftë në konsumimin e pijeve. Sistemi ham çfarë na del para. Pra ham çfarë na del para pa e konceptuar, por ndoshta ne konsumojmë tepër dhe duham, po konsumojmë tepër dhe alkool, të cilët e irritojnë zorë. Kështu që patjetër ne duhet të merremi me stres, duke bërë pra edhe në aspektin e gjumit, duke konsumuar edhe aspektin fizik, pra duke bërë aktivitet fizik, duke bërë edhe ecjen, duke konsumuar nivelin e probiotikëve, po edhe disa çajrave dhe pimjeve që duhet të bëjmë për uljen e stresit që ne mund të kemi. Po çfarë do të bëjmë pasi kemi ndjerë këtë fryrjen e zorëve, pasi kemi konsumuar diçka që na ka shkaktuar këtë problematikë? Si ta shpëtojmë? Po, atëherë ekzistojnë shumë mënyra naturopatike të cilat mundet bëjnë edhe për problemet e dhimbjeve edhe për gazrat e zorë, që po i rëndisin poshtë. E para nga kryesorët është uthulla e modës. Uthulla e modës, organike gjithmonë flasim, është e mirë, pra duke konsumuar 2-3 lugë, 4 lugë, 5 lugë, një fixhan kafeje në ditë, pra varet, pra duke konsumuar edhe në mëngjes, duke përzier edhe me ujë, rregullon problemet edhe me refluksin acid, rrit edhe nivelin e bakterëve sepse është një probiotik, rrit nivelin e baktereve të mira, dhe po ashtu të rrit edhe nivelin e acidit të shëndetshëm në zorë duke i modifikuar. Një element tjetër është sujqe, është një lloj pije fermentuese që mund bëhet fermentuese ose jo, mund bëhet në shtëpi, e cila është midis përzierjes së urkullës, së mollës, të çajit, të xhinxherit dhe të mjaltit me limon, që mund bëhet në të mënyra. Zihet xhinxheri, pra në 1 litër e gjysmë ujë, disa feta xhinxheri, pasi hidhet në fund uthulla e mollës përzihet me mjalt dhe me pak limon hidhet në shishe dhe pastaj kullohet ky çaj i xhinxherit në këtë shishe dhe ose mund fermentohet ose mund pihet ashtu. Është një elementet më të mirë që ndihmon të nxjini gazra, nuk krijohen gaza në sistem, por është dhe forcues dhe antiinflamator shumë i fuqishëm. Po ashtu xhinxheri i freskët i konsumuar në formë çaji. Çaji karafilit, vaj karafilit në ujë që mund të konsumohet deri në 2 pika vaj karafilit. Mund të konsumohet për fryrjen e zorëve dhe mos krijimin e gazrave në zorë, sidomos një orë pas vaktit, një orë e gjysmë pas vaktit, konsumimi i qymyrit të aktivizuar, i cili mund të merret kudo, për një element për një kohë të caktuar, sepse ai bën bllokimin e gazrave në zorë. Element shumë i mirë janë enzimat trece. Edhe midis tyre, pra për të kuptuar a kemi, sepse për të duhet bërë një analizë të enzimave, a kemi mangësi ose jo. Nëse ne nuk kemi në një mangësi, patjetër nuk kemi nevojë që t'i marrim, por zakonisht papaja dhe ananasi janë elementet më të mirë për shtuar nivelin enzimatik. Ushqimet që kanë nivele të larta të probiotikës, sepse zvoglojnë edhe dhimbjen, edhe fryrjen, por dhe kultivojnë nivelin e baktereve të mira në zorë, sidomos me problemet e shqetësimeve në zorë, siç është sindroma e zorës së irrituar të tjera. Ka futur lakrën tushi, lëmur lakrës tushi, kombuçën, kefiri, uthullën e mollës e tjerë e tjerë. Vaj disa erëza siç është kopra, finoku, borziloku, manganosi që duhet konsumuar në shumë. Dhe sidomos vaji i finokut është shumë i mirë për lehtësimin edhe të kapslokut, edhe të mosfryrjes. 2 pika vaj nga ky i futur në ujë, në një gotë ujë 150 mg, duke konsumuar për një kohë gjatë, nuk është problem. Element tjetër mund të jenë për shembull çaji mentes, i cili relakson edhe stomaun, relakson edhe zorën, zvoglon problemet e fryrjes dhe shumë i mirë për problemet e sindromit të zorës së irrituar kryesisht. Midis këtyre çajin e mentes mund ta gëshetojmë me çajin e kamomilit, për shembull në darkë, dhe mund ta gëshetojmë me çajin e xhinxherit paradite. Pra gëshetimi këtyre dyave që mund ne të konsumojmë. Ose edhe veç çajin e kamomilit, sepse çaji i kamomilit ka veti antispasmodike dhe gjithashtu redukton dhe inflamacionin në zorë, por gjithashtu dhe stresin, nivelin e stresit. Por është edhe nivel që jep edhe nivel, është një, mund të themi një probiotik natyral në zorë, sidomos në darkë duke konsumuar. Element tjetër është koriandra, që mund ta konsumojmë edhe si çaj. Kjo faret e anistes, është ajo anisja sibim që mund ta konsumojmë si çaj. Bën dhe tretjen mirë të ushqimit, largon edhe gazrat, mund ta konsumojmë edhe si erës, duke përshëtuar edhe me xhinxherin, edhe me element tjerë, por edhe si çaj është shumë mirë. Ananasi është shumë i mirë, papaja është shumë e mirë dhe kastraveci, lëngu kastravesit me pak limon, sepse heq nivelin e toksinave që mos krijojnë bakteret e këqija. Nivelet të tjera për të rregulluar është frymarrja,
Pra, sidomos frymar. Po, frymar-ecja, rreth pas ushqimit 10-15 minuta, 20 minuta, një ecje do jetë mirë. Masazhet e barkut her pas herme, duke bërë në orar të lëvizshmërisë së tyre. Pra që mund të bëjmë aktivitetin fizik që mund të organizojmë gjatë edhe para dhe gjatë ushqimit. Konsumimi i ushqimit ngadalë që është shumë i rëndësishëm. Përtypja e ushqimit gradualisht e duke mbajtur shpesh më shumë në gojë. Pra jo ta kalojmë direkt. Shmangjen e ushqimeve të këqija, pra ato ushqime që ne tham, pijeve, gazet e tjera, dhe rregullimin e problemeve të hormoneve dhe stimulatorëve të tjerë që ne mund të përdorim. Mund të përdorim edhe disa vajra të tjerë, për shembull mund të marrim vaj kokosi, një lugë gjelle, mund të hedhim 2 pika vaj mente, duhet ngrohur pak dhe duhet fërkuar në formë rrethore me të dyja duart barku, ose për shembull edhe me vajin vetëm të mentes, ose edhe me vajin e kastorit. Mund të fërkohet pra një moment për të bërë edhe qarkullimin mirë, edhe për përmirësimin e qarkullimit të gjakut, por edhe arsyen e qarkullimit të zorëve për të rregulluar nivelin metabolik të tyre. Nëse duhet konsumojnë. Po. Unë të doja thjesht, ka disa të tjera për të përmendur. Kam dhe një pyetje të fundit. Tani ndjes për pyetje, ndjeset e publikut, po ka njerëz që prodhojnë shumë gazra, ka njerëz që nuk prodhojnë, ka njerëz që kanë gazra me aromë të keqe. Kjo tregon ndonjë problematik për shëndetin? Atëherë varet edhe nga ushqimet, por edhe nga niveli enzimatik, unë i thash nga niveli bakterial, që kanë në zorë, sepse të thash ka edhe nivelin prodhohet hidrogjen, prodhohet metan, prodhohet e squfur. Zakonisht aromën shumë të rëndë lëshojnë elementet e squfut. Ne ku konsumojmë sidomos ato elementet e hudhrës kryesisht, apo brokolin, kur konsumojmë brokolin, lule lakrën, mund të kemi gazra më shumë ose me erë më të rëndë se sa të tjerët. Por unë kam thënë dikur që edhe aroma e gazrave ose ajo që lëshojnë gazra tregojnë disa probleme. Patjetër tregojnë problem disbalancimit në zorë të baktereve, mund të tregojnë një probleme në mërqi, mund të tregojnë një problem në pankreas, mund të kemi një problem në tëmth, ose mund të kemi edhe një problem të një inflamacioni edhe në zorët e holla, po edhe në zorët e trasha. Pra një nga problemet e sëmundjeve. Parazitët tregojnë problematik? Po edhe parazitët po ashtu tregojnë. Po edhe parazitët janë një nga arsyet kryesore që kanë këtë problem. Kandida po ashtu është një nga problemet të cilat jep këto shqetësime. Pra mund të japi edhe fryrje më tepër dhe gazra më tepër se ç'duhet. Sidomos por edhe metabolizmi, është dhe metabolizmi, qoftë metabolizmi juaj është i dobët, po janë dhe disa disa hormoneve bazë të cilët indikojnë në mënyrë indirekte të problemet e zorëve të cilët mund sjellin të problem. Qartë. Faleminderit Altin, besoj se dham disa këshilla për këtë problematik apo shqetësim, aq më tepër kur këto këshilla janë në nivelin naturopatik, holistik, në mënyrë që të japim sa më shumë ndihmë për ata që e vuajnë problemin e fryrjes së zorëve dhe më besoj që nuk janë të pakët, ndaj dhe e sollëm si tematik në programin e sotëm. Të uroj ditë të mbar. Edhe unë ju uroj shëndet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim, gjendje të caktuar shëndetësore, mund ta kontaktoni Altinin në rrjetet e tij sociale. Gjithashtu kjo hapësirë do të jetë edhe në kanalin ton në YouTube Reze Dielli. Do të shkëputemi për publicitet, më pas do të kemi një poete të shkruan shumë bukur poezi, kështu që do të ndajmë disa momente të shpirtit të saj këtu në studio. Në një botë zhurmash të përditshme ka zëra që flasin më fort se sa kur heshtin. Janë zëra këto që vijnë nga thellësia e shpirtit përmes vargjeve që nuk bërtasin por prekin. Kështu e vlerësojnë poezinë e poetes, autores Viola Bani, e cila vjen me librin e saj më të ri me një titull të veçantë, Gëzuar i them heshtjes. Mirë se erdhe, Viola. Mirë se ju gjeta. Shumë interesant titulli i librit me poezi. Libri më i fundit që ke botuar në shtëpinë botuese Toena, një titull që na ndalon pak, nafton që të reflektojmë, të kuptojmë dhe të pyesim kur heshtja pihet si një dolli, a është ajo paqe, a është ajo dhimbje, apo është çlirim? Se e bëra kështu me rime, kam thur, duke ju referuar vargjeve që ti shkruan. Po. Në shumë raste, heshtja është e domosdoshme për ne. Në atë amullinë e përditshme ku ne zhgryhemi për ditë, kemi nevojë edhe të rrim vetëm për vetëm me vetveten. Dhe kjo për mua quhet një heshtje e dobishme. Pra,
ne kemi nevojë të ballafaqojmë me vetveten, të flasim me vetveten dhe në këtë mënyrë ne edhe vetushqehemi. Këtë gjë e zgjedhim vetë, pra ajo vjen natyrshëm. Veten tonë si një shoqërues. Të gjithëve ju ndodh. Për mua vjen natyrshëm dhe ju ndodh të gjithëve, sepse secili nga ne nuk mendon me zë të lartë, por është kjo pikërisht kjo heshtje, të cilën mund ta shoqërojmë dhe me një gotë, për ta bërë edhe më të paqt. E tillë është edhe kopertina që ti ke zgjedhur, edhe një gotë, edhe veten tënde, në vetmi, në heshtje, duke takuar veten, duke folur me të, dhe duke folur përmes heshtjes, duke folur përmes vargjeve, duke zbrazur shpirtin për të dhënë aty mesazhet që ti dëshiron të japësh. Përpjekur që kopertinën ta përqas me poezinë që lidhet me këtë titull, me të ngëzuar I them heshtjes. Në momentin që e kam shkruar ka qenë një moment shumë I qetë, kam qenë në qytetin tim të lindjes në Sarand, papritur u prish koha, ishte behar, me thënë verë, ishim në det, u prish koha dhe aty më plakosi një heshtje, pra edhe ndryshimi atmosferik, ndonjëherë ka ndikim tek njeriu. Tek ata që kanë një shpirt të ndjeshëm dhe janë edhe emocional, edhe që preken, edhe çdo gjë I frymëzon, edhe një ndryshim I kohës. Po, dhe vendosa mos të dilja dhe thash po ri një herë vetëm, po më bë një meze, një gotë edhe po flas me veten. Ndërkohë, ky është libri I fundit, ke botuar edhe 2 libra të tjerë, ndërkohë ke filluar të shkruar që në klasën e 4, librin e parë që ke botuar ka qenë në klasën e 7. Po. Si e ke nisur? Çfarë të ka shtyrë? Ka qenë dikush që ka zbuluar talentin tënd të shkruar, kush I lexonte poezitë e tua të para? Po, ka qenë një moment I veçantë në atë periudhë, më shumë ka qenë si një dëshirë për t'i ngjarë gjyshit tim, I cili sapo kishte ndruar jetë në atë kohë, dhe kjo ishte thjesht dëshira për t'i ngjarë atij dhe fillova të zgaravisja vargjet e para ose fjalët e para, dhe kjo në familjen tonë u pa si një mrekulli, duke qenë se plaga ishte ende e freskët, u pa një si një mrekulli që ua pas ka dikush në familje që do vijoj trashëgimin dhe më motivuan, më nxitën, sidomos dajua I vogël, dhe aty vendosën, se unë kam qenë e vogël, nuk mund të as të mendoja, as të imponohesha për të botuar. Po që I rritur mes librave, mes njerëzve që shkruani, që flisnin për poezinë, që flisnin për librat. Po, jam rritur gjithë mes bejdeve të gjyshit tim, që ka qenë Bejde Xhiu I zonës Sarand Elvin në atë periudhë. Dhe më motivoi shumë pjesa e familjes që e botuan direkt, pavarësisht nivelit artistik, se tani klasë e 4, e kupton nivel artistik. Dhe tematikat kanë qenë të tilla. Po, fëminore, luaj me yjet e qiellit, domethënë. Po kjo më ndihmoi dhe vazhdova të shkruaj dhe por shkruaja në këtë mënyrë kur isha shumë e mbushur, e mbarsur me emocion. Kjo të privon, sepse jo gjithmonë ke kohën ose lapsin dhe letrën me vete që të shkruash atëherë kur ti je I fryrë si ai lumi që buçet. Më takoi rastësisht një mësuese time të letërsisë në gjimnaz dhe më thot Abela vazhdon shkruan, vite pasi kisha mbaruar gjimnazin. Shkruaj thash me raste edhe shpjegova. Jo, më tha, merr një letër dhe një laps dhe gjithmonë zgaravit. Diçka do dali. Hith mendime, hith çfarë ndjen. Sepse është e vërtet, sepse njeriu mbushet, në mos atë moment kur është I mbushur, njeriu kapet ajo mbushje, sepse ka thisur energjinë dhe do ta çliroj me një shkrim, me një varg, me një poezi. Nga vjeshat e kësaj moshe, që po flasim, pra shkolla 8-vjeçare në ato kohë, deri në ditët e sotme, si e përjeton Aviola poezinë? Si një stre, si një revolt, apo si një përqafim të heshtur? Kjo që thoni është gjithçka, domethënë, është dhe më shumë se kaq. Me thënë, poezia është dhimbje, poezia është breng, poezia është revolt, është rebelim, është valvull shkarkimi, është gjithçka që lidhet me gjithë ndjetësitë që përbëjnë shpirtin e njeriut. Kjo është poezia. Mendon se poezia ndryshe nga proza, tematikat, arrin që të depërtoj apo të ndikoj ndjeshëm në shoqëri në ditët e sotme? Apo ka qenë më fuqishme dikur? Besoj që ka qenë më fuqishme dikur se sa sot dhe ndonjëherë habitem me këtë fakt se poezia është e barabartë me shpirtin dhe shpirti është I lirë, nuk ka limite. Por ne kemi prodhuar poezi shumë më të mirë në kohën kur kemi qenë të kornizuar.
Dhe unë habitem se si në kohën e realizmit socialist, për shembull ne kemi arritur të nxjerrim poezi brillante. Dhe sot jo, sot sikur fjala ka heshtur, jemi të lirë, e kupton? Dhe fjala është kurrur. Është kurrur sepse njerëzit janë të bombarduar me teknologji, me gjëra të gatshme. Kur e gjej veten vet, domethënë kur ulem të shkruar ose të lexoj, e gjej duke bërë scroll reelsat, edhe theva po breziri, e kupton? Kështu që ka qenë më e fuqishme fjala dhe ne kemi një... Breziri ku ta gjej frymëzimin, e ke fjalën për të shkruar. Frymëzimi ekziston midis nesh, është i joni frymëzimi. Do të thonë ne çka përjetojmë për ditë është frymëzimi jon, është muza jon. Nuk është se mungon frymëzimi. Thjesht është problemi te brezi. Çfarë tematika gjen më tepër lexuesi në librin e fundit? Gëzuar i them heshtjes. Unë përgjithsisht me thellë edhe si titull edhe si kopertinë edhe poezit brenda kanë ndjenjë. Shkon deri në thellësi të mendimeve dhe të emocioneve. Unë këtë synoj të bëj. Do me thonë, një poet në rast të parë duhet të jetë i sinqert dhe i vërtet. Nuk mund të, do me thonë, duhet të çlirohesh... Me veten apo me të tjerët? Me veten dhe me të tjerët. Pra, poeti që është poet nuk mund ta bëj poezin vetëm për vetë, ai duhet të shpërndaj, duhet të ndaj dhe nga vetja e vet, sepse secili diku do gjej veten diku në një pjesë të caktuar të asaj poezie. Dhe unë këtë përpiqem, do me thonë, njeriu poeti duhet të jetë i zhveshur nga paragjykimi. Në momentin që ti mendon se çdo mendoj x y se ku ti dedikohet, sa thellë ke shkuar, sa larg ke shkuar me këtë poezi, aty ke mbaruar, do me thonë, nuk mund, duhet të jesh i lirë që të shkruash. Kush është lexuesi i parë i poezive të Aviolës? Kush lexon i pari? Ku t'ja beson ti për t'i lexuar, për t'i kritikuar ato, për t'i gjykuar, nëse duhet të ndryshosh apo duhet të marrësh diçka tjetër si tematik? Unë përgjithsisht nuk kam një lexues tipik, unë kam një grup lexuesish, sepse unë sa herë shkruaj në përgjithësi e postoj në rrjetet sociale. A është kjo një mënyrë komunikimi, mënyrë e re komunikimi që të mban më afër me lexuesin? Më mban më afër me lexuesin dhe më bën të kuptoj se ku ndodhem, do të thënë çfarë kam bërë, sepse ai është vlerësuesi, nuk jam unë. Ka raste që mua edhe nuk më pëlqen poezia ime. Po në momentin që unë e hedh në Facebook ose në Instagram dhe marr feedbackun që nuk e prisja, atëherë them po. Do të thënë ai është vlerësuesi im, është një grup lexuesish, jo një njeri vetëm. Nuk mund t'i bezohet poezia vetëm një njeriu. Absolutisht. Është publiku i gjerë ai që e vlerëson. Çfarë komentesh ke marrë? Çfarë të ka mbetur në mendje në një koment ose në një vlerësim dhe çfarë poezish do më tepër publiku i sotëm? Ka marrë shumë komente. Se publiku është ky që po na ndjek. Ka marrë shumë komente dhe vlerësime, jam ndjer shumë e mikluar, shumë e përkëdhelur nga lexuesi. Dhe ajo që më ka mbetur në mendje është komenti një ish kolegu të hershëm, ndër më të hershmit, i cili më shkruante: Aviola, poezia jote është si buka me gjalp në fetën e Reçelit. Dhe kjo më ngeli në mendje dhe më pëlqeu, domethënë, pavarësisht të hiperbolave që kisha marrë deri në atë kohë, kjo ishte ajo që vërtet më bëri fetën e parë, të duhet dhe e dyta, do duhet dhe poezia e radhës. Po ndonjëherë na duhet të kthehemi edhe në bazën tonë të bukës me gjalp. Kjo më ka pëlqyer shumë. Bukur, ne do ta shijojmë këtë bukur me gjalp me Reçel duke na zgjedhur një poezi nga libri yt për të na lexuar dhe për ta kuptuar më tepër mendimin, strofën, atë çka ti shpreh përmes poezisë. Kështu që Aviola ka kënaqësinë edhe ta lexoj vetë, po të ndjekim me vëmendje. Po. Atëherë poezia që mua më pëlqen më shumë, se dhe unë kam preferencën time në këtë libër është... Në fakt, është e vështirë ta zgjedhësh, po që ja e pas ke një Po, e kam taksative këtë. Kjo është mrekullia e Sionit, është vajza ime quhet Siona, dhe Sioni është mali i Krishtit, nga i cili vjen emri. Ne e kemi shqiptarizuar, i kemi vënë një A, Siona, dhe këtë e kam krijuar kur kam qenë shtatzan me gocën. E ndjej se si po gjallon brenda meje, me lëvizjet e tua rënqesje, regëtim. Nuk e di realisht nëse unë ta jap jetën, apo ti mi jep jetës jetë e shpirtit frym. Kjo copës jetë më kishte munguar, as që e kisha idenë se ekzistonte një botë e tillë. Vetëm në shkrimet hyjnore ku pata lexuar për misterin e shenjtë, për vetë mrekullin. Sot, atë mrekulli e mbaj brenda vetes, kur frymarrjen dhe jetën ndajmë bashkarisht, çdo çast padurimshëm numëroj ditët që të zhveshësh misterin e në botë të vish. Shumë e bukur. Faleminderit. Edhe me fjalë të kuptueshme dhe një varg që rrjedh edhe një mesazh. Gjithsesi, mesazhi që jep gëzuar i them heshtjes, cili do të ishte?
veçanërisht për njerëzit që janë në heshtje në jetën e tyre. Po, raste herë heshtja është e domosdoshme, kur është e shëndetshme dhe ne duhet të rrim në heshtje për aq kohë sa ne na bën të ndihemi mirë dhe të kuptojmë dhe të njohim veten. Është e domosdoshme ky cikël që bëjmë me veten. Po përveç kësaj, mesazhi tjetër është më ka ngelur në mendje një fjali nga një roman Çifutka e Toledos, Leon Feuchtwanger, ku thoshte që vetëm rehat mos të rrim. Të bëjmë diçka qoftë të gabuar, vetëm të bëjmë diçka. Pra, në jetë duhet të kemi të dyja anët e medaljes. Heshtjen kur na duhet dhe na bën mirë. Është e shëndetshme dhe na shërben për të folur atëherë kur po dhe flasim. Pa bërë gjë mos të rrim, domethënë, mos të rrim rehat. Ky është. Në një zhurmë kaq të madhe, aty jashtë, në një botë zhurmash që janë të përditshme edhe të lodhshme edhe që na prishin ciklin e jetës, sigurisht që ndonjëherë zgjedhim që të flasim me zërin ton të brendshëm, me zërin ton të heshtjes, dhe ku ka më bukur se sa të dim ta përdorim atë për të mirën ton, në radhë të parë të shëndetit ton të përgjithshëm, edhe të shëndetit emocional mbi të gjitha. Do të vazhdosh të qëndrosh tek poezia apo ke dëshirë të kalosh edhe tek proza në të ardhmen? Çfarë planesh ka, Viola? Unë dëshirë kam të kaloj te proza, po tentoj të kaloj, por e shoh shumë të vështirë në aspektin kohor. Do me thonë, faktori kohë, që është shumë i rëndësishëm në çdo sektor të jetës, më penalizon, sepse drejtimi im në jetë është tjetër, kontabiliste dhe pasioni është tjetër. Do me thënë, në momentin që këto nuk përputhen... Punon si kontabiliste ndërkohë dhe ke pasion të shkruarit poezive. Po, por koha është e kufizuar, është ndryshe poezia. Poezia si shkrepse, e ndez dhe mbaron. Kurse romani nuk ka një moment ose një moment të caktuar të ditës ku ti frymëzohesh posaçërisht për të shkruar poezi. Është ai burimi që ty të vjen duhet ta shkruash patjetër. Apo ka një moment të ditës që ti ulesh dhe tani do të shkruaj poezi? Është orari që unë do shkruaj poezi, edhe pse mund mos kesh atë moment një frymëzim. Po, kjo nuk ndodh për ditë, ndodh në raste të caktuara. Ai frymëzim që është në atë moment ndoshta unë nuk e kap dot për shkak të rrethanave, por ai frymëzim mbartet tek unë. Do me thonë, është energji e fituar, e thithur, e përthithur, që unë e çliroj dhe në një moment të dytë. Nuk është e thonë në atë moment. Këtë kam tentuar të bëj si fillim, por rendiment të lartë, të kesh më rendiment të lartë edhe në punën tënde? Po, patjetër. Kur ti çliron këto mendimet e brendshme? Po, poezia është terapi. Është një formë terapie. Që lumë kush e ka për ta sjell kaq bukur. Po, dhe ai që lexon. Edhe ai që lexon ka një terapi. Më vetë edhe ai që e shkruan patjetër që ushqen shpirtin e të tjerëve. Unë të uroj shumë suksese. Faleminderit që erdhe në Reze Dielli. Faleminderit, shumë faleminderit. Do të falenderoj dhe publikun që ka qëndruar këto 2 orë në transmetimin ton të drejt për drejt, të dyja bisedat bashkë me recetat e Albanës. Do t'i gjeni në kanalin ton në YouTube Reze Dielli. Mos harroni, bëni subscribe. Unë ju falenderoj gjithmonë për çdo prezencë tuaj aty dhe për çdo koment që na shkruani. Shihemi nesër. Mirupafshim.